Parisin. E përmundi në Paris Kosovën e përmundi? Po e pas e njëse me Kosovën. Dhe konferenca Bujani, profesor që të dimoj. Po s'kam folur unë. S'folur për? Unë shofë minutazhin. A ka një shkres që i shkruan Titos për Kosovën dhe kishte mik për 4 vjetë? Nuk ka një shkres. Ta baroj dhe pastaj. Vetëm mos thuaj për e merë, ishte grafoman dhe jo vetëm ka shkuj, për dhe firmën e ka vën edhe gjëra që e diskreditojnë, i ke sot edhe i keni nxjerrë në gazetë ju. Se mos të vrasjet. Se ju flisim me celular sot, ju politikanë të rinjë edhe nuk lini gjurmë. A i ka lënë gjurmë edhe për të këqijat, edhe për nëjtë mirë që ka bërë. Tani për çështjen e Kosovës, në Mukje, që u bë kur ra Mussolini, u arrestua Mussolini, dhe që duke Italia kishte marrë fund, dëgjuan më në fund thirrjen e Partisë Komuniste Balli Kombëtar, po takohemi. Dhe u takua në Mukje. Jo, se për i Dhe aty shkoi, e ke parë fotografit pakta, fotografit i ke parë, ka shkuar gjithë Balli Kombëtar me 20 e ca vetë, dhe me një 2-3 qeta të armatosur, këta të shkretët një 5-6 që kishin shkuar me doktorin, me Dishnicën e me të tjerë, duke shisit. Dhe thot vetë, pasaj doktori ishim në presion, thot Dishnica, në presion. Dhe pranuan një gjë për cili ishin të mandatuar. Ishin mandatuar që të shkonin deri në krijimin e një shtabi operativ. Ore, pse kundërshtojme një herë e po pritit të vinin emisarit Jugoslav të kundërshtonte. Një minut. E ka thënë Paskali, në keq. Paskali thot, sa po erdhen emisarit Jugoslav, u prish marrëveshja e Mukjes. Tani po kundërshton Paskalin, nuk vjen keq. Ore, unë kam kundërshtuar dhe timat për atë punë Paskalin, thot. Është fakt historik tani që e prish marrëveshjen e Mukjes se ka Jugoslav. Pra, për çështjen e Kosovës dhe kush e bëri konferencën e Bujanit? Partia Komuniste e bëri, iniciator. E thonë vetë dokumentat Jugoslave, të japun po deshin. Të veriut, të veri s'mori pjesë. Jo, pa tjetër. Vetëm të veriut. A i s'ka marrë në shumë gjëra pjesë. Edhe s'ka qenë dakord. Nuk ka qenë dokument. Ka qenë aji dhe ka qenë edhe Miladin Popovic. Një minut. Pas 24. Dhe Miladin Popovic. Ka qenë baba ime. Kalo pas 24, së lutem. A u bë konferencë e Bujan? Zoti Gjufi, paroj konferencë, qa u caktuan konferencë e Bujan? Qarë u bënë, erdi në pushtet, qëfar bëri? Kosova, referendum. Do bashkohet, do bëhet referendum. Do bashkohet me Shqipërinë. E kërkoj? Këtë fjalë, e ka kërkuar, ku ka kërkuar? I është marrë, edhe Tito e ka pranuar 43-shin atë, që mas luft. Ore, Enveri erdi në pushtet 24-ën, e kërkoj referendumin? E kërkoj, në njëherë, për Kosovën. Më thua një dokument që ka përmend Kosovën. Një minut, kujtja kërkoj referendumin? Titos, pra, me që Titos ja ka kërshkoj në 26-ën dhe i tha, më ke thënë, shkoj në 26-ën. I ke dokumentat sovjetike, ke përkthyer. Ambasadori sovjetik në Beograd takon ambasadorin Jugoslav në Tiranë, Gjergjen, dhe i thot si shkuan bisedimet e shokut Enver me shokun Tito. Edhe ky i thot shumë keq, i thot. Fjalë për fjalë, si po ta them, e kam thënë me 10 herë këtë. Shko shifje dokumentin. I thot, si është e mundur, si kejta. Po se i nuk duroj, i thot, sa zbriti nga avioni, i kërkoj shoku Tito në mënyrë të papërshtatshme Kosovën. Fjalë për fjalë. Pastaj, ajo 26 me logjik thjesht, momenti që ati s'po dëgjoj fjala për Shqipërinë, do dëgjoj për Kosovën. Një dokument kështu periferik dhe po them dhe pasaj po të lexosh, se duhet ta lexosh Enveri. Mos e refuzo, lexo edhe Enveri se mëson. Duhet mësuar për të këqijat, për çështjen e Kosovës, ka një libër të veçantë. Po ka për marrëveshjen me Jugosllavinë. Edhe ti do shtosh se si në kundërshtim kur erdhi Krushovi thosh mos pushoj polemikën me Titon dhe i e vazhdonte polemikën dhe është për Kosovën, për problemet e Kosovës, për zhdukjen e kosovarëve. Ja kërkonin sovjetikët. Kush ja kërkonte më? Krushovi i thoshte mos hap gojën, ku erdhi Krushovi këtu në 59-ën e i tha të lutem, tha 2 javë që jam unë këtu, mos e zën kot Titon. Mirë i tha ky. Sa ti ikësh, edhe sa iku, filloi prap polemikën me Titon. Nuk është së Po marrëveshjet si përmendet. Marrëveshjet me Jugosllavinë. Kam dhe ato histori. Marrëveshjet detare, bankare, bashkim doganor me Jugosllavinë. Po të më thot ata, po më dha le, ta them unë. Jo, se një lloj fasaliteti. Jo, ndjes sepse kjo është shumë e rëndësishme pasi vitet 46-47 janë vite të errta.
Vasaliteti dhe Titës. De facto, Shqipëria po thuajse dhe këtë Enveri vete përmend, me që ju referuar librave, unë i kam lexuar sepse librat karakterit historik, jo të budallëqe. Po ne kemi bërë reforma politike, tonë jemi ishim detyruar. Tisët ka përshtypjen ai e përmend një fakt konkret kur thot një ansambël ushtarak shqiptar i cili shkoi për një festival në Jugosllavi, e la dhe u kthye. Dhe kur ky thirrë sekretarin e partisë, paktën besoj ju duhet ta keni lexuar. Jo, unë se kam lexuar, po duket interesante. Edhe thotë pyeta pse ikëm. Dhe thotë ikëm, thotë rrugën Verdot sepse kur erdhi puna e himnit ton, thotë aty u ngrit flamuri jugoslav, thotë filloi himni i Jugosllavisë. Dhe pra le të themi situata 46-47 ka qenë ne de facto rrezikonim të ishim Republika Shtatë. Ne rrezikoni, por ka dy gjëra. E para. Tani se çan ndodhi votuan parlament, kanë dalë posterat i kanë arkiv shtetit. Bashkimi apo kam gabim. Historinë e traktatit miqësisë. Shkoi Enveri kam votuar librin. Shkoi në 46. Gjithë legjislacionin. Do të citova Enverin, profesor. Kam citoj çfarë thoshte vetë Enveri. Thuhet të gjithën. Integrim. Enveri nuk e përfundoi kur ishte aty traktati, nuk e nënshkroi. U kthye la Nakospiron. Dhe Nakospiro ka qëndruar 3 muaj aty. Dhe i thot ky ambasadori sovjetik te këto dokumentat sovjetike, i thot, si është punë e traktatit që s'po? I thot Nakospiro, ambasadori sovjetik në Beograd, unë jam gati, thot, po s'më ka lënë Enveri. Të shimë falë, po kur botohen në gazetë zyrtare, a quen ligje që kanë hyrë në fuqi apo jo? Lutem. Kanë hyrë në fuqi, gazetë zyrtare kemi marrë. A i vrau vetën si për Jugoslavë. Hynë në fuqi ato. Nuk ishte armikja jonë njerë, ja ta themi shqeto. Mirë pra, mirë ta themi që... Ta themi se marrëveshjat u miratuan. Ishte vëndi i një në 4 vëndet që dha kontributin më të madhë në luftën se ju harroni luftën e 2 botërore. Aty fillon, aty nis, aty fillon. Atëre Jugoslavia ka qenë një nga vëndet që i heste fjala dhe ishte një vënd, ishte Shqipëria ishte në këtë katshe. E ka rekomandu me hynë në lidhjen e kombeve, po ne duhet, si se dim në Jugoslavia, Rusia ishte Shqipëria dhe ishte Kjenit në vëndet të pushtuara lek. Janë 4 vënde përfshirë dhe Shqipëria. Këta e futën lidhjen e kombeve, e dim të. Dhe për viktimat. San Francisco. Ashtu dhe. Veti me Jugoslavin, kishe një qeveri që ishte e së njëjtës ngjyrë, themi, komuniste, dakord? Ne e provuam Jugoslavin e mbretit, e mbretërisë, apo jo? Shpësuan Kosovarën dhe kohën midis 2 luftrave, morën rrugë. Po me titën Avash, nuk gjykohet një histori me a posteriori. Masakre e Tivarit, qëfare, nuk është fakte? E diti që masakre e Tivarit e ka dënuar Enveri... Edhe këtë të e mohosh? E ka vënd në 6 pika që ka i në një artikull... Për kundra zi dokumente të regojnë që ka marrë pjesë. E ke gabim, ka ndihmuar. Po e ke gabim. Ashtu si që me mira shqiptarë Kosovës, po lezo i fuste në burë kur kaloni kufirin të shkretet. Tani mos i fut sa i tokë shqiptare. Ku të duash futë? 1.000 veta janë vrarë në tokë shqiptare. Nga masakra e Tivarit, 1.000 vetë. E ke gabim. Dhe më kemi botuar kemi botuar raporti i Axhi Lleshit, minister i brenda kufirit, po brenda kufirit janë vrarë 1.000 vetë. Marrin Glen. Po ishte rrotimi debati nuk marrën. Po kemi botuar në Prishtinë. 2 vetë janë vrarë. Brenda kufirit 2 vetë janë vrarë. Dhe aty nuk janë varë 4.000, sa thot Uran Butka. Sa janë? 4.000. Raporti i Axhi Lleshit edhe sikur, janë pak. 1.000 veta janë vrarë. Nuk janë pak, po ka një problem. Tani të pyes unë, pse u vranë aty në Tivar? Pse i quan? Po se ishë nacionalistë. Se ishë nacionalistë. Se duhet ta mbyll. Një minutë. Ishën antikomunist, nacionalistë. I quan, në qoftë se i bashkëpunuar ata, kështu bashkëpunuar ata. Avash mos bë politik me mua, po e kam bërë para te po. Ashtu siç bashkëpunojnë. Edhe di më mirë problematikë. Edhe politikë. Po Enver Hoxha ka qenë bashkëpunëtor apo ka qenë bashkëpunëtor? I kujt? I fashistëve. Ai fashistëve? Po. Jo mëre. Jo mëre. Po na jep më se po mësojmë histori. Jo më. Kjo është. Po hajde të një përmysje. Edhe këtë. Ka bashkëpunuar fashistët. Po patjetër. Po profesor, kur keni votuar ju për herë të parë? Nexhmia ishte antare partie. Votuar për histori. Çfarë moshe? Jo vetëm Nexhmia. Unë që student.
ishte Enveri ka fillu 35 vjeç. e madhe të administratës në antarësimi. Po kjo është duhet ta mbyllim. Marinlen, fjalën Marinlen se duhet ta mbyllim. Muaj, di për çfarë të vjen mirë, se duhet ta mbyllim, po Marinlen. Qoftë edhe diskutimi që po bëhet kështu. Por i sjellim në mënyrë të përsosur tezat e historiografisë jugoslave që synimin kryesor e kanë armiqësimin e shqiptarëve me njëri tjetrin, teza të cilat kanë gjetur një amplifikim të çuditshëm mbas viteve 90 dhe mendojnë se duke e implikuar dhe goditur Enver Hoxhën me këtë gjë, mendojnë se do e bëjnë Enver Hoxhën më të keq sy shqiptarëve. O Erald. Enver Hoxhën jam serioz. Mos më qesh me vjen hedh shashka këtu si e parlament. Tani dëgjoj këtu. Dëgjoj këtu se ke nevojë të thellosh një. Po un kam nevojë të thellosh. Ke nevojë të thellosh shumë. Tani dëgjoj. Dorë nga mbrojtja e krimit. Krimi nuk mbrohet, nuk mbrohet. Do ti prokuror? Por mos i bie tavolinës, po dëgjoj këtu se ke boshllëqe në histori. Ka boshllëqe. Ke boshllëqe shumë. 48-ën ishte çuna të mirë. Dëgjoj këtu. Jugoslavët, pastaj u bën armiqtë e Shqipërisë. Shqipërisë. Po ta them përsëri. Dhe jam nuk e thënë që teza të historiografisë jugoslave për të përçarë shqiptarët është e dhimbshme që të amplifikohen me të pavërteta historike kështu si sot. Këto nuk e bëjnë Enver Hoxhën më të mirë, sikurse nuk e bëjnë as më të keq, sepse është historia. Hajde ta gjykojmë Enver Hoxhën për gjitha krimet